Ditë gjithë njerëzit, çka bova ki, ç'është kjo qetësinë e madhe. Ç'është kjo qetësinë e madhe. Edhe këtë do thonë është personi për cilin e ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që do të ringjallet si ka qenë pishë, do të edhe ti do të ringjallet pishë. Do të ketë erën më të keqe. Erën më të keqe që ka njeri. Në ditën e ringjallet. Ço do ndodhi? Wallahi 40 ditë ati që dehet nuk i pranohet më namazin. Inshallah them që mos ketë nata që falin 5 kohë namazet pinë alkohol. Se janë shumë larg njëra me tjetrën. Edhe unë them që kur e shifi që atje bëhat gjaku mes pazarit, jo vetëm këtë herë, po me 100 herë jenë bëhat. Me 100 herë. Ati i ndodhe bile se vazhdimisht jetë të kajtë grafirë i policit që ishtë në rrugë. Se këtë e bim, krej me i të grafirë për shtëpë të njënë. Edhe ka arë nga ti policit që e vëshqem dhe me alkohol që të ti, këj person i ka rane rrëdi, sa të dush, dhanat sigurët, e majdi me rakirë, se vazhdo të shkil këtë mundët, pa patent, pa frena, pa se gjonë, edhe vlej bjetë njërit policit e futin tokë. Pse kështë në hërë, kështë në hërë. Kështu është, dy palët, i themin e dhame i qenit, bige mishi i dherë. Dy palët, i në bashkuke e keqen. Pra, hajde më rëshëgjak të jërë të që i pate të të minë. A e ke alkoholin shmej, pse e shate që ka pi? Pse e shate? E në veti e saj jenë, ke pi në jenë? Pse e shaj mëralit? Ke bojnë mëralitet në jërë vetë? Më se shaj më. Jam të ndu. Ke pagesë. Ke gjina, i e për shka. Pra, akoma ma keq kur shqitet o vedë. Akoma ma keq. Se vetëm ta dhe masa e ke fundos me fundos, po të shte fundos edhe tjerë, edhe këtë gjinofën atyre dhe të përkushve. Ku ka ma jashtë binash, masa të të kesh pi qoftë edhe i gopë të vetme në familje. Bashkëshorët e jodët një, ata të registroj se ti e gjallë. Qëtë gotë që ti ke pije që të familje, se i loje, trafiki edhe të familje. Ma ke, do të bëjt e të prej lekë. E kur pa më për rrë të ujë të borë, kishte pi, shora i kishte kështu të në përbrejt, zdi e zilon, ka prek sistemin nervor, sistemin kërësor, sistem që dohet të zigjon, po me prejshtë këti sistemi. Mës me pasë është të zigjon, trunin e ke mirë. Mës me hec me gjuj, hec me garot, krejt mirë. Amo, këpë prejshkjo, ka prejshkjita. Ose në rëj me. Bënë kur, së drejtë, sopar. Atin, futë e bja e shoj që dhe. Apo tjetëri, dhe sata dhe i thej, i përshtra familje, të i marë grurë, të do shiko. Imi i knajtë sëna, dhe ku knajtë? Me qërë knajtë? Pra, kur një gjejë në shofrim që këmë pa, unë e nëmë që i la prej Zotit, të mos zot lërgoj e tjirë të ashërët mi, lërgoj e masë, jo me pa hajër blesaj, se Allah unë erujt në do vej me lekë jenë për të një në vlezër pa, shumë e nëmë. Thot, Allah u gjele gjërbo, me lekët, qka përmesnin? Filan në shatë ati. Ata i thonë Allahu gjele për shohim i njerit mi atje. Adhurosi ma. Ma atë të fillojnë, ma të adhurosi, me hoxë. Se? O zotë, se din me lekë, atë që din Allahu gjele. Thotë nuk ju ka skuq fitërë, thotë kur i ka pa, duke e bon këtë kejse. E pse tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush të besoj Allahu në ditë në gjykimit, mastrejras në tavolinë kushtrohet alkooli. Pse? Ka bërin fitni. Në vëllahi, kjo që po më tregonte se ai që po më tregonte për fëmijën që do ta bëjmë dikush të jetë, t'i mësoj dhe se por një ka alkoholi edhe alkooli. E ne e ka vunë pistolet në brez 16 vjeç. A e dini mund? Pasha Allah në është burë. Të shini po flasin bërë. 16 vjeç. Me pistolet në brez, alkooli, dëmoni, armët më të rrezikshme.
Shkose e ke edhe. E kush e ka falë? E falë ti, baba, nona, jo ty, jo që të ti. Jo që të ti. Inshallah thënë hotë Zot, largoje e gjithë besimtarëve të mi, dhe gjithë besimtarëve kudo që janë në përbërë, Allahu t'i largoj nga immoraliteti, nga alkooli, nga piqozi, nga falli, e gjithë nga kamata këto vepra të këqija që me gjithë menja të smunja e sa shërtiri. Sëtë për ne në shtorë, për ne nga lomë edhe e shpet drejt degradimit, vetëm për shkakun e këtyre veprave, për të cilat Allahu thotë, min ameli shejtan. Këto janë nga veprat e shejtanit mahum, dhe themot Zot na largone. Allahu ja Rabbi e saj familje i largëtorim inshallah, edhe ato fëmijë që qofshin lule prej luleve të xhenetit, edhe gjithë ato që u kanon Zoti inshallah, u jep qetësi në familje, edhe na i ruaj edhe të gjithë bashkë.